Kthimi i vendit tonë në një nga destinacionet më interesante turistike jo vetëm për shtetasit evropian, por dhe më gjerë, është një fakt i njohur për gjatë viteve të fundit. Sfida më e madhe operatorëve turistik përveç rritjes së shifrave të huajve që vinë të kalojnë këtu pushimet, është rikthimi i tyre sërish në vendin e shqiponjave. Në Durrës, për shkak të shërbimit brenda të gjitha normave europiane, raportit mjaft të drejtë cilësi-çmim, mikpritjes e të tjerë, duket se kjo sfidë nuk është as pak e pamundur. Këtë na e pohojnë vetë huajt që ndodhen për pushime në kryeqytetin shqiptar të turizmit. Këtu çdo gjë është fantastike. Ju jeni njerëz shumë mikpritës. Edhe ushqimi, sidomos produktet e detit janë shumë të mira, sepse unë vi nga një qytet kinez që është afër oqeanit dhe më pëlqejnë shumë. Ju keni panoramë natyrore shumë të bukur. Jeni një vend i këndshëm. Patjetër që do të rikthehem. Qëndruam 3 ditë, është shumë bukur këtu. Pam amfiteatrin, xhamin, plazhi ishte shumë i bukur. Më pëlqen shumë vendi juaj, vija bregdetare, por edhe njerëzit. Është një destinacion i këndshëm për francezët dhe vitin e ardhshëm do të vi sërish. Do të vi me mjetet tona nga Franca deri këtu. Për shtetasit kinez, sidomos për ata mbi 50 vjeç, Shqipëria nuk është një vend i panjohur. Kjo për shkak të marrëdhënieve të forta që regjimi i Enver Hoxhës pati vendosur me Kinën e drejtuar nga Mao Tse-duni, por duket se në këto vite pak është bërë për ta prezantuar Shqipërinë që aspiron të bëhet pjesë e BE-s në tregun kinez. Ne kemi një histori të gjatë me vendin tuaj. Shqipëria është shumë e njohur në Kinë. Kur ishim të vegjël, ne e njihnim këtë vend. Dhe tani kemi mundësinë të vim këtu dhe të shohim sa e bukur është Shqipëria. Në 2 vitet e fundit, qyteti bregdetar po tenton të kthehet në një destinacion gjithvjetor turistik. Zgjatja e sezonit nga prilli në tetor i shërben pikërisht këtij objektivi, por mbetet ende punë për të bërë nga autoritetet për të vënë në funksion të turizmit gjithë potencialin e trashëgimisë kulturore që Durrësi 3000 vjeçar disponon.